Kam dhe një pyetje tjetër për gjithë ata që na ndjekin. Sepse janë pyetje pasionante që mirë mund të bëjë një profesionisti. Unë mendoj personalisht dhe kam shprehur gjithmonë që ne për shumë gjëra i kemi hyrë në hak vetes tonë, por mbi gjitha i kemi hyrë në hak me kongresin e famshëm që e lanë Ngegrishtën dhe sot po mbasin Ngegrishtën. Pyetja e parë. Kemi bërë mëkat me Ngegrishtën dhe apo vazhdojmë të bëjmë mëkat që besoj e marrë veç që kote fundit dhe lahutën e kemi hequr nga komunista. Si profesioniste. Lahutën do ta heqim se ne jemi pikërisht në punën e universitetit dhe jemi aty ku letem nuk ka kemi fjalën në dëgjohet fjalën edhe të bëni gjithas pishta të abuta. Madje programet shkollore janë duke u bërë në mënyrë të tillë që të vlerësojnë shumë dialektet. Të vlerësojnë dialektet edhe nuk është një jo e